Mirë se erdhët, nisim me episodin e 3 të sezonit 6 të podcastit Flasim me shënimet e javës. Kjo javë nisi me një ftesë që tolloviti Shqipërinë, mund të thuhet tani, një ftesë përtej protokolleve zyrtare dhe me një domethënie shumë të fortë politike, po edhe historike sipas meje për Shqipërinë. Presidenti i Shtetit Bashkuara, Donald Trump, më dërgoi këtë ftesë për t'ju bashkuar atij në Bordin e Paqes, një organizëm i ri ndërkombëtar i themeluar po prej tij, dhe për të pranuar që Shqipëria të jetë një vend antar themelues i këtij bordi. Realisht që ishte një ftesë mirëseardhur, por edhe pse nuk e dyshoja që do kishte zhurmë dhe përpjekje për të bërë tollovi, nuk e mendoja që fantazit dhe likësia do të bashkoheshin për t'i dhënë jetë disa teorive dhe prrallave që duhet jesh vërtet rënd, për mos thënë ndonjë fjalë drejt për drejt të saktë, por jo të përshtatshme për këtë podcast, që të arrish deri në pikat ku u arrit. Gjithsesi, ftesa u mirëprit, u pranua, u ratifikua dhe në formën e një projekt marrëveshje, projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, dhe Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë, edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po kjo është një temë krejt tjetër, përkatësinë në këtë bord. Kjo ishte edhe java e trisht e 21 janarit, 15 vjet pas krimit shtetëror, vrasjes së 4 burrave të pafajshëm protestues tërësisht paqësor me pushkët e shtetit në bulevard, dhe përsëri 20 janari erdhi me hijen përqeshse të padrejtësisë. Kjo mbeti një plagë e hapur, jo thjesht për familjarët e dëshmorëve të 20 janarit, po kjo mbeti një plagë e hapur për moralin e drejtësisë në Shqipëri dhe për themelet e drejtësisë së shtetit shqiptar. Ne përsëri u mblodhëm dhe e bëm rritjen e nderimit në kujtim të 4 dëshmorëve të padheut në praninë e familjarëve të tyre, të cilët presin drejtësi. Dhe 20 janari është në llojin e atyre krimeve që unë kam thënë që shkruhet herës, janë krime shtetërore për cilët drejtësia vonon, po asnjëherë nuk harron. Krime shtetërore duan kohë të zbardhen, por koha nuk i zhbën dot nga kujtesa dhe nga tryeza e njerëzve të drejtësisë. Dhe uroj, shpresoj që
Spaku, I cili prej 6 vjetësh ka marrë jetë, gëzon mbështetjen e padiskutueshme dhe ka pasur gjatë gjithë kohës inkurajimet më të sinqerta për të shkuar përpara, për të luftuar për të vendosur drejtësinë, përfundimisht në binaret e rinj të barazisë para ligjit për të gjithë, të zgjohet dhe të bëj më në fund punën e vet mbi këtë krim që është një njohull për drejtësinë shqiptare dhe nuk duhet lejuar që të bëhet një njohull, sepse do të jetë e pashlyeshme për vetë Spakun. Ky është një vit kyç për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është një moment vendimtar për procesin dhe për përparimin e Shqipërisë në rrugën e negociatave. Dhe këtë javë, pikërisht për këtë arsye, është prezantuar dhe paketa e re me një duzinë nismash ligjore që shkojnë në drejtim të forcimit të shtetit të drejtës, rritjes transparencës dhe parafrimin të legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë nisma që përfshin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e drejtave të njerëzit, forcimi i institucioneve, dhe nuk janë thjesht detyrime në letër, që natyrisht janë edhe detyrime në kartën e ligjit që burojnë nga negociatat, por janë me një investim I mëtejshëm në besimin e qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit ligjor. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm t'i kaloj reformat, por dhe t'i jetësoj ato, duke pasur parasysh që të gjithë çdo ditë, në çdo hap, se ky moment nuk mund të humbet. Këtë javë ka nisur edhe një tur dëgjesash publike I ministrit të rritë bujqësisë me fermerët në të gjithë vendit, që ka si qëllim hartimin e skemës kombëtare të 2026-s. Pra, kanalizimin e të gjithë buxhetit dhe të gjitha burimeve të financimit të bujqësisë, duke hartëzuar të gjithë hapat së bashku me fermerët. Dhe duke hapur rrugën e forcimit të gjitha urave që ne kemi ngritur me komunitetin sipërmarrës të fshatit edhe me ata që punojnë si bujq në tokën e tyre, përmes dëgjimit të çdo shqetësimi dhe pastaj sintezës mbi idetë. Është vit shumë I rëndësishëm në aspektin buxhetor dhe në aspektin financiar, sepse potenciali për të disbursuar jo thjesht fondet e buxhetit fillestar, por një volum shumë më të madh financimi është aty, sepse nuk është vetëm buxheti I shtetit, është linja e kredisë e garantuar nga Banka e Shqipërisë, është nga ana tjetër AZBR-ja, është agrokrediti, është edhe një tjetër injekcion financimi që ne do të bëjmë, por përgatitja për të cilin fillon tani përmes Bankës së re të Zhvillimit, kështu që na duhet me patjetër që të adresojmë nevojat dhe t'i kanalizojmë këto financime aty ku ka më shumë efikasitet dhe aty ku do të prodhojmë më shumë vlerë të shtuar. Unë nuk besoj se dikush nga ju ka parë
vlonjate të lindura në Tiranë që flasin shkodranisht dhe jetojnë në Amerikë. E imagjinoni dot një vlonjat duke fol gegnisht ose një vlonjate duke fol shkodranisht? Unë vetë nuk e imagjinoja dot dhe jam komplet I shokuar dhe prandaj më zi po marr veten për ta filluar këtë epizod. Ndërkohë që arsyeja pse Vilma dhe Greta, dy motra kineaste që banojnë në Hollywood dhe që janë këtu për të punuar për një film për të cilin do flasin. Më kanë shkruar me dëshirë që të marrin pjesë në këtë tryezë dhe unë jam shumë I lumtur, por jam dhe I shokuar. Tani Vilma është totalisht e absorbuar nga Shkodra dhe shkodranishtja, po kthehem nga Greta se po duk pak më e balancuar ku foli. Tani si është kjo histori që ju jeni nga Vlora, keni lind në Tiranë edhe jetoni në Kaliforni dhe flisni shkodranisht? Është pak si mister. Ti e ke atë melodin, po kështu... Po do të regoj të vërtetën. Arsyeja pse kam melodinë është sepse faktikisht kam jetuar në Tiranë për 4 vjet se kam mbaruar për gazetari dhe prandaj e kam thyer I çik. Po. Jo ke melodinë e shkodranishtes? Okej. Po. Ke gjithë nurin e Shkodrës, po prap e ke I çik më Okej, e pranoj e kam. Më të prerë. Kurse Vilma është komplet ja, muzikë shkodrane. Si është vërtet? Ja, fol. Po duke folur jam, unë mund flasë edhe me gjylle të rarë. E kthejbe tani. Po tani e kthejbe. Me gjylle të mund flasë dhe anglisht, problemi është... Nejse, për te I kësaj është knajsi vërtet ky mix, edhe ju njohin ata që ju njohin, se disa ju njohin, po ka disa që ju njohin në Amerikë, si motrat që bëjnë filma, right? Po. Tani si përfunduat ju në Amerikë njerë dhe si dolet pastaj mbi si përfaqës si motrat që bëjnë filma. Ti ke marrë gazetari, po çka ke marrë? Kam marrë për psikologji dhe art. Këtu? Jo, në Michigan. Ti je motra vogël? Po, unë jam e vogla. Keni vëlla motër tjetër? Ja. Okej. Dhe jemi dyja. Ne kemi filluar, jemi rritur në Shqipëri edhe pjesa jetës tonë që shkuam në Amerikë, ka filluar Vilma ka shkuar në Amerikë për herë të parë si exchange student, edhe pastaj prindrit I doli loteria, unë mbarova shkollën dhe pastaj ndoqa prindrit këtu. Dhe pastaj ndoqa prindrit edhe Vilma. Do të thënë motra e vogël e çau detin e parë. Ajo ishte e parë. Ajo mori prindrit, prindrit morën ty. Po, e fundet, pavarësisht se isha më e madhe. Do të thënë del që Vilma është prindi prindrëve tu. Po, është e vërtetë se për çdo gjë unë kam përkthyer atje për në për spitale, në për imigracion, gjithmonë duke përkthy për prindërit. Po, pastaj rritur para koha. Pastaj si kur shkut atje në fillim, erdhën prindrit, çfarë bënit, si jetonit në fillim? Po kështu si imigrant I ri duke bërë punë që s'janë shumë e ke parasysh. Çat dilt e si thot, jo restorant, jo kështu. Pastaj unë fillova të shkoj edhe në shkollë, në kolegj, edhe në universitet, edhe kur erdhi dhe Greta, Greta faktikisht shkoi në Washington DC se ne shqiptarët jemi pak si shumë politikanë, edhe kishte qejf të ndjekte ndoshta pak politikën atje, po thash unë kam mend të shkoj në Los Angeles, se kam një si dëshirë të ndjek aktrimin. Edhe I thash a do vish ose po shkoj pa ty, edhe kjo tha hajt po vi edhe unë. Edhe kështu shkuam në Los Angeles, bëm një udhtim për 5 ditë për ta parë se si ishte. Edhe në krahasim me Michiganin apo Washington DC që është shumë ftohtë, në Kaliforni është gjithmonë verë. Thamë, ky qen ka vend për ne. Edhe kështu domethënë morr me një makinë mbush me plaçka dhe udhtu me si me një kamion të vogël për 3 ditë për shku në Los Angeles. Edhe atje filluam pastaj. Aty filluam si në radhë parë direkt filluam duke marrë disa klasa për aktrim, pastaj edhe për regjisur, se si bëhen filmat edhe mbas një periudhe, është edhe ajo që në Shqipëri se pavarësisht se prindit na kanë leju që të bëjmë këtë gjë, po është ajo ideja se prindrit tanë janë
mami është mjeke, babi është kështu veteriner, edhe është që nëse merresh pak me art, nuk është në një biznes shumë serioze. Për atë, do të thonë, ti duhet marrësh për avokati. Serioze është, po është i vështirë. No, po e kam fjalën nga prindrit e shohin nga ana e sigurisë, do të kenë një punë që e quajnë punë të qëndrueshme. Po. Pastaj. Po, aq më tepër pastaj në Amerikë. Në Amerikë, po, domethënë neve kur shkuam në Los Angeles, do ikim për 2 vite, do japim mundësi vetes, nëse nuk realizojmë në gjë, do kthehemi, do japim kjo shansi i fundit, edhe ishim te mosha 20, edhe shkuam, domethënë, po është një shprehje atje në Los Angeles që kur shkon edhe e merr krymin ose të hyn ai krymi i artit, disa njerëz edhe mund të shmangen, por neve akoma kemi krymin dhe prandaj jemi gjirë këtu, ndoshta nuk është shprehje e mirë, po është the bug. It gets you and you can, Edhe prandaj, po, domethënë, pas një periudhe 2 vjeçare, 3 vjeçare që shkuam në këto klasa aktrime, bëra disa reklama, po ishte edhe në një kohë se filluan edhe kamerat thjesht që ti mund të realizoje filme dhe vetë, edhe duke pasur edhe shok që kishim direktora apo regjisore, skenaista, pse nuk bëjmë diçka si grup bashk dhe realizojmë. Aty erdhi si ide të krijojmë kompaninë tonë, të bëjmë projektet tona, të krijojmë mundësi vetes tonë. Edhe cila ishte prova e parë? Prova e parë ishte me filmin tonë të parë që është film amerikan What Do I Do Now? Qa do bëj tani? Është komedi, Vilma shkruvi skenarin. Po, dhe më thënë ishte mirë që ishte një komedi, një diçka lehtë për të gjithë ne për ta realizuar, se ndryshe ishte dramatik, do ishte pak si më shumë punë. Edhe mirë doli, dhe më thënë fitu me disa çmime. Ashtu? Po. Po si e organizuat buxhetin e tonë? Kishim punu, kishim rujt disa lek, edhe faktikisht kishim një shok të ngushtë që ishte producent, si mentor, si ishte në një moshë më të thyrë, edhe e pyetme a shkojmë për a ta bëjmë një shkollë për film apo të bëjmë film, edhe ai tha nuk ka gjë më të mirë se eksperjenca. Mos harxho lekët e filmi, po bëj filmin edhe do mësosh komplet se si bëhet filmi, zanatin. Edhe ishte një këshill shumë e mirë, domethënë që e ke parasysh gjithëve. Po për aktorët, për shumë, sa aktorë, sa personazhe ishte? Filmi parë ka qenë 10, pa. Po pas ka pas goxha? Po, ka qenë pak si ensemble, si themi neve, po. Po, ishte domethënë që kur bën një film independent, si e bët me kamera me kamera red. Apo Jo, i morëm me qira, se atje ka shumë shtëpia që japin kamera me qira dhe nuk e levërdis të blesh një. Jo, qartë profesionale, kamera profesionale. Po, sigurisht me lenze me të gjitha dhe domethënë atje është edhe shumë lehtë të gjesh njerëz që dojnë të punojnë për çik më pak. E ke parasysh se janë si fillestar, po ka që është domethënë kryeqyteti i filmave, shumë gjëra janë më të mundshme se këtu. Se ne erdhëm edhe këtu kur realizuam filmin Eagle, që erdhëm në 2012-ën, edhe ishte shumë e vështirë këtu për gjetur njerëz të përshtatshëm, po, edhe kamerën u do të sillim nga Serbia, edhe nga Maqedonia disa njerëz, sollën edhe disa amerikanë, se ishte shumë e vështirë. Po këtu prodhimi televiziv është shumë i fortë, po për filma është diçka ndryshe. Por me gjitha të eksperienca kur kemi gjiruar. Filmi i parë eci mirë. Po, eci mirë. Në disa festivale, po. Festivalin e New Yorkut, ka fituar si filmi më i mirë. Ashtu, po, për atë vit, domethënë, edhe ku kemi shkuar, I think was Sonoma, domethënë disa festivale që janë rreth Los Angeles. Lokale. Po sa filma keni bërë deri tani? 4. Edhe si kanë ecë tjerët apo? Shumë mirë. Me shumicën e tyre kemi shkuar në për festivale, edhe në atë mënyrë ka qenë gjë e mirë sepse kur je në fillimet e karrierës, ti bëni diçka për momentin duket shumë mirë, në disa raste thu, nuk e di, po kur shkon edhe personat e tjerë i shikojnë të vlerësojnë, edhe shikojnë edhe filma të tjerë, më duket se filmi jam mirë, nuk është kaq krahasim me këtë tjetër njëri tjetër. Kjo është një eksperiencë e mirë festivale. Ja rekomandoj çdo kujt domethënë që fillon karrierën Po mirë, si arrini tani të kthehemi te pyetja e prindërve, si arrini tani juve të jetoni, të prodhoni filma, si arrini, flas financiarisht? Po, faktikisht kemi bërë punë gjerë para 3-4 vjetëve dhe punë tjera suplimentare. Edhe po tani jemi 100%
me fitimet e filmave. Ashtu, Po, shiqër zotit. Në Amazon, në Prime, edhe kanë qenë edhe në Apple, iTunes, ke parasysh me distribim digital. Faktikisht edhe te digital bi janë shfaqur e kemi shitur filmat tonë. Ashtu, Po, i ka bler digital bi. Super. Tani vim te pjesa e fundit e kësaj bisede interesante, po tani në Shqipëri jeni për një film tjetër, a? Po, kemi dëshirë, domethënë, kemi filluar si procesin e realizimit të filmes për Nën Terezën. Kemi një skenar interesant dhe është fiction apo është dokumentar? No, nuk është dokumentar. Jeta e saj, domethënë, faktikisht. Pra, po, si, fiction. I guess thoni ju fiction. Apo dokumentar. Ne them narrative, është, domethënë film i bazuar nga jeta e saj. Po pra me aktor. Po jo dokumentar. Jo dokumentar. Po pra me aktor. Po me aktor, sigurisht. Jo dokufilm, jo ato që janë si gjys dokumentar, gjys me aktor. Është film. Film tamam, po. Edhe do shprehim se ne shumë njerëz dinë Nën Terezën se është ndoshta nga India apo nga Italia, mendojnë, nuk e kanë idenë se është nga Shqipëria. Edhe ne atë tematik duhet të shfaqim, domethënë se si u bë Nën Tereza, në kur u rrit, domethënë fëmijën e saj. Tani jeni në fazën përgatitore. Po. Keni bërë skriptin? Po, kemi skriptin. Edhe aktorët i keni zgjedhur apo? Kemi disa aktor, po jo komplet, domethënë, po si ide 2-3, po. Të huaj, shqiptar? Po, faktikisht do e themi një pjesë jam unë. Ti do e lush Nën Terezën? Nuk ma mush menjen më për. Nuk ta mush, okay. No, faktikisht është edhe diçka se tematika që do. Jo, është më shumë si Nën Tereza. Wow. No, faktikisht diçka që desha them për Nën Terezën nuk është pjesa e fundit, domethënë pjesa e jetës, atë që kemi kapur ne duam të bëjmë jetën e fëmijërisë së saj. Kështu që duke bërë jetën e fëmijërisë së saj, Nën Tereza ka për qenë fëmijë, aktori do të jetë kalama, po ndoshta do të bëj nënën e Nën Terezës. Dranën. Do lush nënën e Drami aty. Po, mund. Aty edhe mund. Mos do e keni Nën Terezën të rritur. Ja, për këtë skenar që kemi bërë në këtë rast, jo. Po gjërat edhe mund të ndryshojnë, sepse skenarin që kemi shkruar si film, po varet edhe nga financa, se është edhe një ide, mundësi që ta bëjmë si mini series, që të vazhdojmë me pjesën e saj kur ka qenë fëmijë dhe pastaj të vazhdojmë. Çfarë opinioni keni ju për këto series? Se këto po zënë gjithmonë më shumë vënd në Po. Me thonë vërtetë më pëlqen. Edhe është se për Nën Terezën ka shumë për. Jo, them përgjithësi çfarë opinioni keni për këtë transformimin e kinema. Serialeve? Po. Ne na pëlqejnë, ka seriale të mira dhe që as diskutohet, po shumica janë të mira. Ja. Unë do më thënë, atë, si tush, nuk është as hobi, është një smundje. Pa, thashën. E kam filmin, shoh shumë. Jam shumë i dhënë mbas filmit, për shumë vitesh. Dhe vërtet që mua serialet më pëlqejnë. Do më thënë, kur janë të mira dhe janë really good. Dhe ajo pjesa që një film nuk mbaron aq shpejt, po zgjatet, është really good. Pa. Të pakën kështu mendoj unë. Që të bën, po, interesin, gjërë në fund, edhe të bën surprizë, që nuk e di ku të mbarojnë. E pat një film tani që doli me atë, si quhet Claire Danes, atë The Beast in Me? Ja, se kam parë akoma. Duhet ta shihni, amazing. Okay. Po, do ta xhironi këtu në Shqipëri filmin, ku e keni planuar? Po, ne kemi folur edhe me Maqedoninë faktikisht, kurse është një vend i caktuar, nuk e di a keni shku në Shkup që e mbajnë që si muzeumi Nën Terezës. E kemi marrë në telefon e na kanë thënë, po nga fotografi që na kanë dërguar nuk duket si ka qenë. Dhe si ide për ne do kishin dëshirë që ta realizonim në Shkodër, ha? Pa në Shkodër se ka shumë ngjashmëri me arkitekturën e mëparshme, edhe faktikisht Shkodra është i vetmi vend që ka prapa të disa shtëpia të vjetra që në kohë të turkut si thohet, edhe që të jetë ajo originaliteti i historisë. Edhe shpresoj të jenë prap shtëpia të kur të realizohet. Ka një pjesë, ka. Ka një pjesë, ka ca pjesë shumë të bukura Shkodra, shumë të bukura dhe që mund të përshtaten. Edhe njerëzit domethënë janë shumë të predispozuar për të ndihmuar, sidomos për artën. Unë e mbaj mend domethënë kur xhiruam herën e fundit, secili person do të ndihmonte
me një mënyrë apo Jo, tjetër. tani unë kam përshtypjen që është goxha më ndryshe se në 2012, edhe nga pamja e këtyre trupave që asistojnë e që bëjnë nuk është komplet është domethënë ka trupa, ka teknik, se unë kam pas rastin që një 2-3 raste të përfshihem me këto situata dhe ka të rinj që janë mbulojnë domethënë mbulojnë pjesë ndryshme të një grupi teknikësh të filmit, kështu që kjo dhe kjo është e mirë. Filmat shqiptare shikoni? Mos kemi pa shumë. Nuk e di se realizohen shumë filma shqiptar, domethënë kemi parë këto jo falja Gjako që ishte para disa viteve, por nuk kemi parë. Ka qenë bashkëpunim amerikan, po. Jo, realizohen. I dashur armik, po e ka kohë, po. Jo, realizohen filma edhe me metrazh të shkurtër shumë të bukur, ka të rinj të talentuar. Realizohen. Jo në një mas siç ka qenë, nuk diskutohet, por realizohen. Po, është edhe ju keni edhe filmin, festivalin e Tiranës. Për shembull, ne kemi ideal të jashtëzakonshëm që fitoi Venecian për filmin e shkurtër. Sa mirë. Fantastik. Po, fantastik. Këtë vit apo? Vjet. Djali jashtëzakonisht i talentuar, shumë i talentuar. Po mirë, unë ju uroj sukses. Nuk e di, ju ngeli merak në gjë? Ja. Në i pyetje për mua keni? Pa, okay. Çfarë pyetje keni? Isha një pyetje, cili është vizioni jot për kineaste, domethënë që kanë dëshirë të vinë këtu dhe të bëjnë bashkëpunim me Shqipërinë, a do të favorizosh më shumë shqiptarët apo të huajt? Nuk është çështje shqiptare që të huaj, kush është i talentuar, kush është i talentuar, domethënë kjo është pak po e sigurt, ndërkohë që gjithmonë më shumë ju jeni shembull në këtë rast. Gjithmonë më shumë grupet e filmit, grupet që krijohen janë grupe që gatrohen nacionalitetet, domethënë nuk kam aty që të duhet, apo ja. Kështu që ne këtu është hap ne kemi një akademi të filmit, Marubin, nuk e di a e ndjeni. Keni vizituar një? Dhe tani është hapur një tjetër, që faktikisht dhe kanë hapur 2 amerikanë, shumë të apasionuar. Njëra është scriptwriter. Oh, ja, Pamela. Catalyst, duke se i ta punë. Po, Catalyst, eksakt. So, ata bashkë me Filipin, ata kanë hap ne i kemi dhënë një mjedis shumë të mirë, edhe ata kanë hap një eksperiencë të re. Dhe ndërkohë, një grup goxha i madh producentësh edhe distributorësh nga Amerika erdhi vjet në verë, vizituan Shqipërinë, folëm, jemi duke u përpjek të krijojmë një kuadër lehtësues, po themi, për prodhimin e filmave në Shqipëri. Shqipëria ka avantazh të madh se ka të gjitha në një perimetër shumë të vogël, mal det. Shumë e vërtetë. Vjetër, të re. Kështu që hap pas hapi. Ne jemi vend i vogël, nuk mund të pretendojmë të kemi prodhime, domethënë se të kinematografisë, po hap pas hapi. Ja, çdo ton kohën e vet. Kështu që ju e jeni të mirëseardhura, kuptohet, edhe pa mund mirëseardhura keni qenë. Faleminderit. Nëse unë ju dua dhe keni nevojë, ti kishe në pyetje për mua? Ja. Vetëm pyetje për interesin tuaj personal keni se. Atë gjithmonë. Po a pikturon prap? Për ditë, ja, duart me bojë kam, po. Shivi duart. Aty poshtë në zyrë. Këto ishin 2 motrat, Vilma dhe Greta, nga Vlora, flasin gegnisht, jetojnë në Los Angeles, xhirojnë filma, por ajo që është më e rëndësishme është që të gjitha këto bashk i kanë transformuar në një burim energjie të bukur pozitive. Shpresoj që edhe ju morët siç morë edhe unë energjinë pozitive të tyre. Thank you so much. Faleminderit. 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 Ishte kënaqësi. Faleminderit.